Presidenti Amerikan Donald Trump do të ndalojë përpjekjet për të ndërmjetësuar një marrëveshje paqeje mes Rusisë dhe Ukrainës brenda disa ditësh, nëse nuk ka shenja të qarta se një marrëveshje mund të arrihet. Tha këtë të premte sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio në Paris, pas takimit me liderët evropian dhe Ukrainës. Ne nuk do të vazhdojmë këtë përpjekje për javë apo muaj të tërë. Duhet ta përcaktojmë shumë shpejt. E kam fjalën për çështje ditësh, nëse kjo marrëveshje mund të realizohet në javët e ardhshme. Presidenti Trump i ka kushtuar shumë kohë dhe energji kësaj. Kjo marrëveshje është e rëndësishme, por ka shumë gjëra të tjera vërtet rëndësishme që po ndodhen dhe që meritojnë po kaq. Paralajmërimi i Rubios erdhi mes shenjave të një farë progresi në bisedimet e SBA-s me Ukrainën. Trump tha të njëjtën se ai priste të nënshkruante një marrëveshje me Kievin javën e ardhshme, që do të jepte SBA-s akses në mineralet e Ukrainës. Një përpjekje për të nënshkruar një pakt mineralesh në shkurt u shkatrua pas përplasjes së presidentit Ukrainës Volodymyr Zelensky me Trump dhe zëvendës presidentin J.D. Vance në zyrën ovale. Ndërkohë, qeveria e Ukrainës ka njoftuar nënshkrimin e planit të një marrëveshjeje mineralesh me SBA-n. Një memorandum i nënshkruar të njëjtën dhe i publikuar nga qeveria ukrainase thotë se vendet synojnë të krijojnë një fond investimi për rindërtimin e Ukrainës si pjesë e një marrëveshjeje partneriteti ekonomik. Qëllimi është të finalizohet marrëveshja deri më 26 prill, thuhet në memorandum.